Atëhere, përshëndetje, do t'ju tregojmë se si të hapim një profil në Instagram. Mirë është që profilin të hapim nga një desktop, sepse e pranon më kollaj. Tani, këtu vendosim emailin, që e kemi ona, marketing pikal @gmail.com. E shkruaj të mirë, po. Vendosim një password që e dim. Fationa ti e di, do më thënë se qa është. Passwordi, kështu që s'po e bëjmë show. Po, se di, pa merak. Vendosim emrin, rasti konkret ona, mbi emrin marketing. Dhe kjo s'na e lejon, kështu që ta bëjmë ona. Po na e nxorri me të kuqe. Kjo është username-i. Na e nxorri kështu. Ona pik marketing. Ona pik marketing po e bëjmë. S'ta e pranoj. T'i shtojmë në një pikal. E pranoj. Tani po e ruajmë. E japim këtu datëlindja sa ishte? Shtator i 6-ti, më duket, jo i 8-ti. 1997, 08, 09, 1997. Ja, se e gjemë këtu. Jemi 97, e japim next. Do na vi tek emaili, shife në telefon të erdhi një kod. Patjona? Pra, ka që thjesht është, do më thënë. Ama nëse nuk i bën gjërat si duhet, aty ka problem. Në telefon... S'mkar kod. Shife tek spam ose kështu. Okej, ja. Një sekund. Bëje refresh. Jo, prit një sekund. Po presim disa sekonda. Atëre erdhi kodi, thjesht vendosim kodin këtu dhe pastaj e bëjmë next. Next, okej. E bllokon zërin. Dhe presim sa të konfirmohet. Fakti që kemi bërë save passwordi nuk besoj se do na lodhi shumë. Dhe besoj se jemi online. Dhe ja ku thot vemi tek home. Zakonisht bëjmë ca nga këta që janë kështu me të kuqe, me këto me jeshile, do me thëmë, por mund të kërkojmë këtu për shembull pa në marketing. Partner marketing. Ja ku doli partner marketing. Dhe klikojmë tek ta, tek follow, kemi ca që i kemi tanët. Mogun për shkakun që e kemi këtu online. Softin.
Panairin online. Boll për momentin. Dhe jemi këtu next. Next, edhe ja ku jemi Ona Marketing. Ky është profili. Këtu me që e kemi logon diku këtu edhe mund ta përdorim. Logot e antarëve do të jenë këtu, ona, ja ku është. Edhe urime. Ta gëzosh. Faleminderit. Ta gëzosh ja. Shumë faleminderit. Ja ku është. Shumë faleminderit. Super. Këtu do me thënë mund të vendosim pak të dhënat, këtu ku thot edit në bio, për shembull sloganin, më kupton? Okay. Dhe gjërat e tjera pastaj duhet ti vendosësh nga kjo, për shembull website nuk e vendos dot te, do ta vendosësh nga telefoni. Okay. Po bion e këto më i vendos që këtej. Është e rëndësishme që kur të bësh follow, Okay. Nuk do të bësh më shumë se 70-80 në ditë, për arsyen sepse po të bësh më shumë domethënë ajo të bllokon. Mirë është të pakti të 30-40, ndoshta do ishte më mirë. Okay. Ajo maksimumin e ka 100, po nuk ke pse e çon në limite domethënë. I bën 30 sot, 30 nesër, 30 pas nesër. Okay. Dhe si fillim për shembull bën këto agjencitë partnere që janë te partner marketing që ishin dhe tek eventi. E di. Dhe pastaj të gjitha të tjera domethënë. Okay. Okay. Kështu pra, kjo ishte edhe videoja për hapjen e një profili në Instagram. Shihemi në Shumë videon tjetër. faleminderit. Asgjë, ciao ciao. Ciao.